kërkova të shikoja videot, dhe sa po hapa videot, pash që vota e Lisandrit dhe kolegëve të Partisë Demokratike, por jo vetëm, edhe të Partisë Socialiste, nuk është numëruar drejt. Tani, kjo është skandaloze. Çfarë keni konstatuar ju? Çfarë pretendoni ju? Jam duke parë videot, është një material shumë i gjatë, është 4 tera. Me orë, për shembull, se ka njerëz që nuk e kuptoj. Shtetit shqiptar ju deshën 5-6 ditë me gjitha tavolinat e numërimit, nga 4 veta për tavolin me gati 100 e ca qendra numërimi që ta nxirrte rezultatin. Ne jemi njerëz privat, e shohim me mundësi modeste. Duhet një kohë shumë e gjatë, por kam parë që në çdo kuti votimi, ose në shumicën e kutive të votimit, ka luhatje të votave. Në Tiranë ka rreth 1280 kuti. Po. Tani, sa është kjo luhatje? 1280 kuti, plus minus. Sikur një vot të jetë për kuti për X kandidat, apo gjysmë vote, flasim për një mesatare 600 deri 1200 vota. Unë them që po të rinumërohet Tirana, dhe kjo ishte arsye pse unë e kërkova, nuk e kërkova për veten time, e kërkova në parim. Vota duhet numëruar në mënyrë të saktë. Dhe gjëja më e turpshme, e cila mund të ndodhë ditën e votimit, ditën e numërimit, është që votat për kandidatët të mos numërohen saktë,